Ajo është i grua në media edhe pse nuk është gazetare. Mban emrin e një krijese të brisht, por shumë mirë mund ta quajmë shqiponjë ose shqipe, si del në këto bashkimet barakombëtare, i shkon më për shtat. Kur kam dëgjuar për herë të parë në Tiranë, të fliste me një tavolinë të rrugëllakër për Jerinë e Shprehjes, i thash vetes, kjo është Trina. Më bëri shumë përshtypje qenia e saj kaq e drejtë për drejtë, për gjëra që ne të tjerë në Shqipëri i thoshim duke rrotulluar fjalët në gojë si rër. E megjithatë, përtej gjithë kësaj pasade që duket se shkon çdo gjë bukur, ka një anë tjetër, janë sfidat dhe kostoja që kjo grua ka marrë përsipër të përballojë në vit të parë, pikërisht për mbrojtjen e lirisë së shprehjes dhe për të folur publikisht. Zonja dhe zotrin, ajo është Flutura Kusari. Përshëndetje, unë jam Flutura Kusari, jam aktiviste dhe juriste në fushën e së medias dhe punoj për mbrojtjen e gazetarëve. Asnjëherë nuk e kisha besuar se pikërisht për shkak se angazhohem për mbështetjen e gazetarëve dhe luftoj për lirinë e medias, të shprehjes, do të bëhen target shumë të qartë sulmeve, verbale të motivuara politikisht, do të jenë viktime nga çmimit online shumë të qartë, do të fyhen, ofendohen, deri në atë pas sa një ditë pyes veten, a ja vjen? Dhe sot kam ardhur këtu para jush të adresoj pikërisht këtë pyetje. A ja vjen? Pra, a ja vjen të flasësh kur e di mirë se çdo fjalë mund të kthehet në ardhmë kundër teje? Më duhet ta pranoj, ne gra kemi shumë më shumë hapësirë për të folur sot se sa që kemi pasur në të kaluar. Por njëkohësisht, sulmohemi shumë më shumë se më herët. Kur flas publikisht për një çështje që unë e konsideroj me interes publik, unë rroll e keq përballem me kundërshtime për argumente që i ofroj. Sigur kjo të ndodhte, do të ishte fare e lehtë për mua. Por unë, si çdo grua tjetër në botë, sfidohem dhe komentohem për tonin e zërit, për dukjen, për veshjen, për jetën private. Shumë je ashpër, shumë je direkte. A mundesh me fol pak më vonë? A mundesh mos me çeka që prerë? Se për vesh që të setër gjithmonë. A je martuar? A ki fëmijë? Hajde tregoni, a ju bohen këto pyetje burrave? Normalisht që jo. Nëse je burr, edhe je direkt, i prerë, flet me tonë të ashpër, atëherë në sytë të tjerëve je shumë i zotit, edhe shumë profesional dhe rrjedhimisht ngjitesh në pozitat e larta me shumë lehtësi. Përpara se të flas për çështjen se a ja vlen, me lejoni të ndaj disa momente kur kam menduar se ndoshta edhe nuk ja vlen. Në vitin 2023, në Kosovë po ndodhin trazira në veri të vendit. Serbët, musulmanë shqiptarët, pamjet ishin të tmerrshme dhe të kujtonin luftën. Në atë mes, ndërmjet të rrezikuara ishin gazetarët, të cilët u bën target i sulmeve dhe postuan edhe fizikisht. Unë avokaja publikisht, bashkë me shumë të tjerë, që shteti i Kosovës ka obligim të mbrojë gazetarët, të krijojë perimetrin e sigurisë, të koordinohet me KFOR-in dhe të përmbush obligimet bazike shtetërore ligjore. Pas një udhëtimi 12 orësh në aeroplan, shkova nga aeroporti në një emision live në mbrëmje. Në aeroplan, përgatita me orë të tëra, lexova ligjet evropiane, lexova rekomandimet, ligjet në Kosovë dhe përgatita në detaje, me shënime që të shpjegoja para publikut se shteti i Kosovës ka obligim dhe duhet të bëjë më shumë për të mbrojtur gazetarët në veri. Por pa qëllim e bëra një gabim. Nuk i kushtova fare rëndësi pamjes time. As floke, as grimi, as gjëre. Të nesërmen, derisa po vozisja me familjen në vetur, telefoni ishte vendosur afër timonit, ku mund të shikja ekranin. Filluan të më vinin qindra. Më besoni qindra mesazhe, që shkurtimisht mund të shikoja. Parkova veturën me njëherë, shpejt dhe fillova të shoh mesazhe. Dhe postimet në rrjetet sociale ishin me fluturën tonë. Jemi me 2 flutura. Mos u dorëzo, më vjen keq çka ka ndodhur. Është e papranueshme. Nuk kam fjalë të përshkruaj ankthën, nivelin e stresit edhe frikën që e kam përjetuar. Ajo që kishte ndodhur ishte se një aktivist politik në Kosovë, që ka rezultuar rrjetin mizogjen i tmerrshëm, kishte postuar një foto time nga emisioni me tekstin "çfarë frizure" dhe një emoji duke qeshur.
Brenda ditës, nëna postim ishin bërë qindra komente seksiste, ngacmime në natyrë seksuale, përqeshje, madje edhe urime drejtuar atij. Dhe më në fund dikush ja tregoi vendin fluturës. Nuk ka gjë më të mërshme se të shohësh live duke u masakru online. Nuk ka, e di se e kam përjetu vetë. Mizogjeni komentit rreth frizurës pas 2 vitësh më ka dërguar një email të gjatë duke më thënë, nëse je prek, të kërkoj falje. Ajo s'ka qenë kërkoj falje, prandaj edhe se kumrani. Ai duhet të kërkoj falje publikisht, siç më ka ngacmuar publikisht. Kjo ka ndodhur në të njëjtën periudhë kur po përballesha me një ngacim tjetër, nga një person i obsesionuar për shumë vite me mua. Fushota e ngacmuese ndaj meje po hyn në vitin e 4, dhe nuk ka të ndodhur. Në vitin 2022, Kuvendi i Kosovës përgjogji anëtarët e bordit të transmetuesit publik, RTP. Unë bashkë me shumë aktivistë kemi monitoruar procesin dhe kemi bërë thirrje publike që të zgjidhen njerëz të pavarur politikisht dhe profesionalisht. Një kandidat, aktivist politik dhe mbështetës i partisë në pushtet, dështoi të bëhej anëtar sepse nuk mori votat e duhura. Nga dëshpërimi i dështimit, atij i duhej të gjejë një fajtore dhe më targetoi mua, duke më fajsuar për dështimin e tij. Atij pengoi që unë fola për procesin, dose asnjëherë nuk e kam përmendur emrin, sepse nuk e njoh dhe nuk e kam njohur kurrë. Dhe më akuzoi mua se kam aq shumë fuqi, sa kam ndikuar tek 120 deputet duke i treguar kënd të zgjedhin anëtar bordit e kënd jo. Si të qoftë, për gati 4 vite ai ka postuar më shumë se 100 statusa ngacmues në Facebook, që kanë gjeneruar 42.000 pëlqime dhe 2.200 komente. Të gjitha komentet janë bërë si reagim ndaj RTP-s. Pastaj, ai vazhdoi sa herë që unë ngrija zërin për çështjet të mediave. Statusat e tij kanë për mbajtje me ngacmime seksuale, kërcënime dhe sulme më të fllihura ndaj meje, familjes, sidomos nënës time. Pas shumë viteve, vendosa ta ngohem në prokuri, duke qenë e bindur se do ta vendosë. Prokuria e rrezoi ankesën time, sepse çopsia e prokurisë në Prishtinë është kryesisht antigrua. Arsyetimet e prokurisë kanë qenë papashok nëse je aktiviste, do shpëtit reagime të tilla, dhe do shënduru. Por e njëjta prokuri, kur ankohen burrat për ngacmime, reagon njëherë dhe i merr në mbrojtje. Por pse po i përmendi këto dy shembuj? Se tek këto janë momentet kur unë kam pyetur veten, a ja vlen? Të qeni aktiviste grua, më kanë mësuar diçka thelbësore. Pasojat për ushtrimin e drejtës së individit të shprehjes nuk janë të njëjta për gjithë. Për gra, ato janë shumë fish më të mëdha dhe më të rrezikshme. Të dy persona që më kanë signuar e kanë bërë të më heshtin mua dhe gra tjera. Unë besoj fuqishëm se liria e shprehjes dhe medias nuk janë veç disa të drejta ligjore që ekzistojnë njerëzit sidomos gazetarët. Janë oksigjeni i çdo demokracie. Dhe nëse media nuk është e lirë, shoqëria mbetet pa oksigjen, pa frymë. Prandaj gjithë karrierën time si juriste kam ndërtuar mbi këtë bindje. Të kontribuojnë në mbrojtjen e atyre që flasin, që zbulojnë të vërtetën, që shpesh e bëjnë këtë duke rrezikuar jetën dhe duke paguar një çmim të madh personal. Gazetaria është profesion me të vërtetë i rrezikshëm, që kërkon sakrificë. Unë një gazetar në Kosovë, në Shqipëri, në rajon në Europë, që kanë filluar të punojnë kur ishin 17-18 vjeç. Dhe kanë gati 30 vite që punojnë pa ndodhur. Ditë natë fundjavë, sakrifikojnë veten, familjen, gjithçka. Përtej kësaj janë sulmet, vrasjet dhe kërcënimet në të cilat ata ballafaqohen. Por a e dini kush sulmohet më së shumti? Gra gazetare. Jo vetëm sepse ekspozojnë padrejtësi, por sepse janë gra që guxojnë të ekspozohen. Kërcënimet që ato marrin nuk janë vetëm profesionale, janë personale, seksiste, poshtuse. Ato nuk synojnë të diskretojnë një artikull, një raportim të tyre, por të shkartojnë vetë ato. Prandaj në këtë luftë për të vërtetën, të gjithë gazetarët kanë nevojë për mbrojtje. Dhe aktivistët si unë kanë obligim të jenë aty në vijën e parë të frontit. Kur një gazetar sulmohet në Ballkan, Malta apo Slovaki, është detyrë e jona të sigurohemi që drejtësia nuk hesht. Kam parë nga afër çfarë ndodh kur shtetet dështojnë kundër gazetarëve. Në Maltë, Dafne u vrap sepse po hetonte korrupsionin. Në Slovaki janë kucjet dhe lejuar aty ku ekzekutuan për të njëjtën arsye. Aty ku gazetaria ndëshkuar, qytetari mbetet i painformuar. Por kam parë valën tjetër të historisë. Sipas tragedive,
ngrihen qindra qytetarë, aktivistë e qytetarë që thonë jo, nuk do të heshtim. Këtë kam parë në Maltë dhe në Slovaki. Ata më kanë mësuar se shpresa dhe guximi janë po aq të fuqishëm sa Afrika. Të jesh aktiviste për lirinë e medias nuk është të jesh neutrale. Jo, është të marrësh anë së vërtetës, të së drejtës, të guximit, dhe të tregosh që po merr anë. Edhe kur kjo ka çmim. Të flasësh publikisht, të kritikosh, të ndrosh atë që sulmohen, sidomos kur je grua, ka pasojë. Ne përballemi me pushtete, me institucione, algoritme, por edhe me diçka të frikshme, me indiferencën e shoqërisë. Sepse shpesh kur një grua sulmohet online, shumica heshtin. Thonë, ose seriozisht, janë thjesht komente, mos i lexo. Por ato komente janë sigur të vegjël që do godasin çdo ditë sa ta lëdojnë shpirtin. Në shumë raste, vajzat që kanë kaluar në për këtë përvojë kanë zgjedhur të heshtin. Jo nga dosia, por nga lodhja. Dhe çdo herë që një grua hesht, ne humbim një histori, një ide, një perspektivë. Ka ditë kur ndihesh e lodhur dhe ekspozuar. Ka ditë kur forcohesh, më shumë për familjen se sa për veten. Sepse në vend të debatit merr hyrje, në vend të mbështetjes merr kërcënime, në vend të respektit dyshime. Mua personalisht ajo që më vret më së shumti është kur anëtarët e familjes time lëndohen dhe pësojnë për shkak të aktivizmit tim. Dhe më ka ndodhur shumë shpesh për fat e keq. Nuk ke si të arsyetuosh, sepse nuk duhet të arsyetuosh para tyre, por njëkohësisht vendohesh në shpirt. Shpesh e shikojmë në sy anëtarën e familjes. Dhe ai shikim, ajo heshtja i thot gjitha. Ajo heshtja thot, më fal për me të pagjuar. Më fal për stresin që ta kam shkaktuar. Për shoqërinë që e ke humbur për shkak të aktivizmit tim. Për pushimet e humbura, për ngjarjet familjare ku kam munguar. Por po ashtu thot, do të vazhdoj të jem e njëjti, pavarësisht të çmimit. Dhe megjithatë, çdo herë që pyes veten e vjen, më kujton ata që kanë paguar çmim shumë të lartë se unë. Gazetarët që janë vrarë në Europë, sepse patën guxim të flasin. Ata nuk e patën luksin të zgjidhin. Ne e kemi. Dhe heshtja jonë do të ishte fyrje ndaj kujtimit të tyre. Të jesh aktiviste nuk është heroizëm, absolutisht jo. Është përgjegjësi, është obligim ndaj shoqërisë, shtetit dhe ndaj së vërtetës. Demokracia nuk mbahet gjallë vetvete. Ajo ka nevojë për zëra që i ruajnë, për gra e burra që nuk friksohen nga pasoja. Sepse kur heshtim, të tjerët flasin në vendin tonë. Dhe zakonisht, ata që flasin në vendin tonë e bëjnë për të na heshtur. Pra, a jam vlerë. Po e them dy raste të sulmeve që i përmenda. Njëra anë e medaljes janë sulme që janë bërë. Ana tjetër e medaljes është mbështetja e jashtëzakonshme që po marrë nga tjetra organizata ndërkombëtare, vendore, nga aktivistë, gazetarë dhe shumë njerëz të tjerë. Ne në Kosovë jemi shumë e pak. Kemi Asociacionin e Gazetarëve të Kosovës dhe Rrjetin e Gazetarëve Gra. Ashtu siç ju jeni me fat, sepse kemi në Shqipëri Asociacionin e Gazetarëve të Shqipërisë, kemi Blerjanën, Sabinën, Isën, Besarin, Kristinën dhe shumë të tjerë që punojnë në këtë fushë. Të marrësh mbështetje nga gjithë këta, siç kam marrë unë, të krijojnë detyrim që mos dorëzohesh. Pra unë nuk kam alternativë tjetër. Dhe ajo që dua të them është se pas gjithë asaj mbështetje, kur ja kam bërë vetë pyetjen, a ja vlen? Ja vlen sepse media dhe shoqëria civile janë shtylla e katërt e demokracisë. Dhe demokracia nuk mund të qëndrojë në këmbë nëse nuk janë katër shtylla. Ja vlen sepse liria nuk është vrap, është betejë. Ja vlen sepse liria e shprehjes, fjala është e vetmja që mund të na marrin, që nuk mund të na marrin dhe duhet ta përdorim. Unë do të vazhdoj të flas edhe kur është e vështirë, edhe kur duket e rrezikshme, edhe kur duket shumë e kurtë. Në fund të ditës, dua që vajza ime që është këtu dhe vajza tjera të mos pyesin më a ja vlen, por të thonë me bindje, po ja vlen dhe unë do të flas.